Nëse ka një qytet që shkëlqen vërtet në dhjetor, ai është Milano. Milano është kryeqyteti i biznesit dhe modës, qyteti i dytë më i madh dhe më i pasur në Itali. Ajo ma gjeps me një përzierje të traditës dhe modernitetit, dizajnit të modës, kulturës evropiane perëndimore dhe temperamentit të Evropës jugore. Milano është forca shtypse e ekonomisë italiane, një trend i modës evropiane dhe një qytet me një histori të lashtë. Shumë nga katedralet e Milanos u themeluan në shekujt e parë pas Krishtit. Në mesjet, qyteti lullzoi në dinastinë sunduese Sforza dhe farat pjellore të rilindjes dhan fryte në tokat e Lombardisë. Milano njihet në mbar botën si kryeqyteti i modës. Vjetra, mira, turistë vinë këtu për të ndjekur shfaqjet e modës, për të blerë në butiket më të mira të stilistëve ose për të dalë dhe për t'u treguar mes elitës së modës. Për fansat e operës, një udhëtim në teatrin legjendar La Scala është një kënaqësi në vete, ku mund të shijohen tingujt e zërave më të mirë të operës. Muzeumet në Milano tregojnë mira vjetart, kulturë, histori, artefakte dhe ekspozita që shtrihen nga historia natyrore deri te arti modern. Piktorët e epokës së rilindjes dhe zhvillimit të industrisë. Milano shpërfaqet si një qendër e artit evropian, ku mund të gjenden vepra të pazakonshme në çdo lloj mediumi, përfshirë skulpturat, pikturat, vizatimet dhe fotografit në të gjithë qytetin. Megjithatë, Milano nuk është vetëm një galeri arti. Ky qytet ofron gjithashtu një gamë të gjerë muzeumesh të specializuara që shtrihen nga dizajni i modës te historia moderne italiane dhe puna e Leonardo da Vinçit.